Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Rreth 14.000 nga 17.000 nxënës në Maqedoninë e Veriut u regjistruan në shkollat e mesme në mbar vendin. Në intervistë për Alsat, zëvendës ministri i Arsimit i Maqedonisë së Veriut, Lulzima Aliu, tha se interesimi i lartë është paraqitur për drejtimin profesional. Ne jemi të kënaqur me atë që është rrit interesimi i nxënësve për të vazhduar tek arsimi mesëm profesional dhe veçanërisht te mësimi dual. Tek rritja e kompanive, janë dikun tani 555 kompani që janë të gatshme, kanë hapur dyert për t'i pranuar këto nxënës që ta realizojnë atë pjesën të arsimit praktik që duhet ta realizojnë tek kompanitë. Kryesisht për drejtimet profesionale të mjekësisë, tha zëvendës ministri i Arsimit i Maqedonisë së Veriut. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut premton rritjen e efikasitetit energjetik dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Për këtë qëllim, në 50 shkolla në të gjithë Maqedoninë gjatë verës do të vendosin sisteme voltaike. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka nënshkruar marrëveshje për një grant të pakthyeshëm për 1.1 milion eurosh me Bankën për Zhvillim të Këshillit të Evropës për investime në burime të rinovueshme të energjisë. Me këtë investim do të kursehen mjete të shumta buxhetore dhe këto para do të reinvestohen në projekte infrastrukturore, tekse shkollore dhe mjete ndihmëse digjitale për nxënësit. Përmes investimit në burime të rinovueshme të energjisë do të ulim koston financiare, por do të kontribuojmë dhe në uljen e kostos së ndotjes së mjedisit jetësor, thuhet në njoftimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut vijon të akuzojë shumicën pushtet për diskriminim sistematik dhe përjashtim etnik. Në përvjetorin e qeverisë, deputetja e BDI-s Arbana Pasholli nënvizoi se pas shfuqizimit antikushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, si dhe të mekanizmit të balancues nga gjykata kushtetuese, institucionet janë liruar nga detyrimi për përfaqësimin e drejtë administrat. Kjo qeveri ka sjell pikërisht këtë. Një vit pa barazi, pa përfaqësim, pa respekt institucional për shqiptarët dhe për vlerat e bashkëjetesës që ky shtet është dotuar t'i mbrojë. Deklaroi Arbana Pasholli, deputete e Frontit Evropian. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut tha se ndryshimet e kodit zgjedhor kërkojnë konsensus politik. Histra Meckovski tha se nuk mund të ndalë pa kënaqësi të organizatave jo qeveritare. Sipas propozimit ndryshimeve, kandidatët e pavarur do të mund të garojnë në zgjedhje me 900 nënshkrime, ndërsa kandidatët e partive politike duhet të mbledhin 1000 firma. Në tekstin e propozimit thuhet se ndryshimet synojnë përmirësimin e procesit zgjedhor dhe garantimin e votës së lirë të barabartë dhe demokratik, duke u bazuar në rekomandimet e Odirit. Paraprakisht, shoqatat qytetare pretenduan se kodi zgjedhor është bërë armë kundër të pavarurve. Rajoni. Rreth 28.000 mini maturant ju nështruan këtë të enjtë e provimit të parë të detyrueshëm, atij të lëndës së gjuhës shqipe. Provimet kombëtare të arsimit bazë në Shqipëri fillojnë me provimin e gjuhës shqipe dhe më pas me matematikën dhe në gjuhën e huaj. Provimet kryhen në 340 qendra që administrohen dhe monitorohen nga stafet e institucioneve arsimore. Provimet shënojnë një fazë të rëndësishme në formimin e nxënësve, ndërsa ata përgatiten të nisin studimet e nivelit të dytë. Përmbyllet faza e parë e programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve në Shqipëri. U trajnuan më shumë se 10.000 mësues. Programi synon rritjen e kapaciteteve të mësuesve në fushat prioritare të arsimit si gjuhë shqipe, matematik, shkenca dhe teknologji, si dhe në aftësi ndërdisiplinore. Ministri i Arsimit dhe Sportit Oger Taman Arsiliu, pasi ndoqi nga afër një nga trajnimet që u zhvillua në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës, informoi mbi trajnimin e më shumë se 10.000 mësuesve në të gjithë vendin. Për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit është një prioritet rritja e kapaciteteve të mësuesve tanë dhe edukimi në vazhdim të tyre. Mbetet një rëndësi parësore sa i përket cilësisë së arsimit, pikërisht mbështetja afatgjatë e mësuesve tanë. Për këtë fazë të parë për vitin 2025, Universiteti i Tiranës organizoi trajnime për mbi 2351 mësues, mes tyre dhe mësues të arsimit fillor, me fokus përmirësimin e cilësisë së leximit në kuadër të përgatitjes për testimin ndërkombëtar PIRLS 2026. Trajnimet u zhvilluan nga 200 pedagogë të 7 institucioneve të arsimit të lartë. Shqipëria nuk është më ndër vendet me moshën më të re të popullsisë. Ndonse në vitin 2010 Shqipëria kishte një moshë mesatare 31.9 vjeç, sot mosha mesatare në Shqipëri është 44.3 vjeç, sipas Eurostat. Në këtë mënyrë ajo renditet në vendet me popullsinë më të plakur në Europë.
Të dhënat e fundit tregojnë se Italia është vendi me popullsinë më të plakur në Europë me moshë mediane të popullsisë 48.7 vjeç, e ndjekur nga Bullgaria, Portugalia, Greqia, Spanja, ku mosha mediane e popullsisë është rreth 47 vjeç. Në renditje vijnë Gjermania, Kroacia, Slovenia, Serbia me moshë mediane e popullsisë prej 45 vjeç, të ndjekur nga Hungaria dhe Shqipëria me mbi 44 vjeç. Sipas të dhënave të Eurostat, mosha mediane e popullsisë në Bashkimin Evropian arriti në 44.7 vite. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për të 34-tën herë dështoi seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës. Çështja e ndryshimit të mënyrës së votimit nga hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë që në legislaturin e kaluar ishin në opozitë. Vendi ka mbetur pa institucione të reja për mbi 4 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve. Kryeministri në detyrë i Kosovës kritikoi deputetët opozitar për mos konstituimin e kuvendit. Ai akuzoi se nuk po tregojnë vullnet për të pasur kuvend që sipas tij është shtëpia e përfaqësuesve të popullit, veçanërisht të opozitës. Kandidati i lëvizjes vendosje për krye parlamentare të Kuvendit të Kosovës, Albulena Axhiu, është e mendimit se mungesa e vullnetit nga opozita po e pengon konstituimin e institucioneve dhe po thellon krizën. Ajo akuzoi opozitën për mungesë përgjegjësie dhe për shkelje të kushtetutës. Kemi parë mungesë të teksuar të vullnetit për të kontribuar në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këto rrethana vlerësoj që qëndrojnë edhe atë çfarë ne kemi thënë në vazhdimsi, që kjo është sjellje e papërgjegjshme politike, por po ashtu është shkelje e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe akt gjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës bëri përgjegjës kryeministrin për bllokimin e punës së kuvendit. Për fat keq jemi të paguar çmimin që i kem besu një mashtruesi. Edhe për mu nuk ka befashi, ju e dini lëshimin tim për te, por edhe kjo situatë duhet merr fund dikur. Pra, mashtruesi s'mundet pa kufi me u tallë me një vend. Në një prononcim për mediat, Ramush Haradinaj tha se kjo situatë është rezultati i mungesës së përgjegjësisë dhe i manipulimit të opinionit. Ka marrë shumicën e vota, po e man peng Kosovën, gjithë na tjerë jemi peng i tij, nuk bën me shkuën pa kufi. Këto takime tjera, prallat, piv kafe këy me ata, janë veç hajgare. Një njeri është duke mbajt peng Kosovën, e duke i bëhet këqija, po vazhdon me i bëhet këqija, unë s'jam i befashu, se unë e kam deklaru kush o ky njeri. Po le të mushë mend një herë për gjithmonë, edhe ta kuptojmë çka na e gjon. Ishte Ramush Haradinaj. Të hapur dhe konstruktive i komentoi kryeministri social-demokrate Fatmir Limaj takimet me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Kemi pas një bisedë shtërruese dhe mund me thënë që ka qenë një takim erë dhe vështimi. Gjitha temat ato që prekupojnë Kosovën, ato që kemi përgjithësi, kemi vizuar për zhvillimet në Kosovë, prej zhvillimet të politike, ekonomike, rajonale, angazhimet tona, si me thanë, obligimet që duhet me kry, që ka qenë një bisedë jashtëzakonisht. Reagimi erdhi pas dështimit të seancës së radhës për krimin e Kuvendit të Kosovës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku foli shkurt për media pas takimit së mërkurës me kryetarin e nismës Fatmir Limaj. Takim shumicor me zotrin Limaj, asgjë më tepër se kaq. Ai konfirmoi se do të ketë edhe takime të tjera. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çetaku akuzoi drejt për drejt kryeministrin e detyrë Albin Kurti lëvizjen vendosje për bllokimin e institucioneve. Ai tha se gjendja është pasojë e mungesës së përgjegjësisë dhe ambicieve personale, duke theksuar se Kosova po paguan çmimin e kësaj sjellje politike. Kosova është marrë peng nga kokforcia, kryenetësia, papërgjegjësia e Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Nuk ka fije logjike që institucionet e Republikës së Kosovës të mos konstituohen në mënyrë që të jemi në gjendje të adresojmë sfidat e shumta, hallet e shumta të qytetarëve për shkak të kryenetësisë së zotit Kurti dhe ambicjes së zonjës Haxhiu. Ishte Vlora Çetaku nga Partia Demokratike e Kosovës. Bota. Vijojnë sulme Tiranë-Izrael. Teherani lëshoi raketa balistike gjatë natës në të paktën 4 zona të Izraelit. Një val tjetër sulmesh me 20 raketa kryen në mëngjes, disa prej të cilave goditën drejt për drejt ndërtesat në Tel Aviv, Holon dhe Ramat Gan. Autoritetet raportuan për të paktën 60 persona të plagosur, 3 prej të cilëve rënd. Ndërkohë që forcat izraelite njoftuan se kishin sulmuar reaktorin bërthamor të Iranit në Arak, raportoi televizioni shtetëror iranian, duke thënë se nuk kishte asnjë rrezik rrjedhje rrezatimi në asnjë çast. Centrali ishte evakuuar përpara sulmit pas njoftimit në rrjetet sociale nga IDF dhe thirrjes ndaj popullsisë që të largohej nga zona.
Nga raketat balistike të lëshuara nga Irani u goditi një spital në qytetin jugor të Izraelit në Beersheva. Zëdhënësja e qendrës mjekësore Soroka deklaroi se po vlerësojnë shkallën e dëmeve dhe numrin e të plagosurve. Ndërkohë pas goditjes nga raketa, spitali u evakua pasi dyshoi për një rrjedhje substancash të rrezikshme në katin e sipërm të ndërtesës. Edhe policia e filloi evakuimin dhe largimin e njerëzve nga zona. Kryeministri izraelit deklaroi se Irani do të paguajë një çmim të lartë për sulmin me raketa ndaj spitalit Soroka. Tiranë terroristë iranian kanë lëshuar raketa në spitalin Soroka, ata do të paguajnë një çmim të lartë, shkroi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në rrjetet sociale. Ndërsa ministri izraelit i shëndetësisë, Uriel Buso, e denoncoi sulmin e drejtë për drejtë të Iranit ndaj spitalit Soroka në Beersheva si kalim të një vije të kuqe dhe krim lufte. Një krim lufte kryer qëllimisht nga regjimi iranian kundër civilëve të pafajshëm dhe personelit mjekësor të angazhuar në shpëtimin e jetëve njerëzore, tha ministri izraelit i shëndetësisë. Presidenti amerikan Donald Trump u tha ndjesëve të tij të lartë se ka miratuar planet e sulmit ndaj Iranit, por po priste për të parë nëse Teherani do të braktiste programin e tij bërthamor, raporton Wall Street Journal. Trump thuhet se po shqyrton një sulm amerikan ndaj Fordos, një objekt nën toksor i pasurimit të uraniumit në Iran. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, hodhi poshtë të mërkurën kërkesën e Trump për dorëzim pa kushte, ndërsa presidenti amerikan tha se durimi i tij kishte sosur. I pyetur nëse kishte vendosur nëse do të sulmonte objektet bërthamore të Iranit, Trump tha: "Mund ta bëj, mund të mos ta bëj." I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. Ushtria amerikane ka grumbulluar forca në lindjen e mesme ditët e fundit. Një shkatrues i tretë i marinës amerikane hyri në detin mesdel lindor dhe një grup i dytë sulmues i transportuesve amerikan po shkon drejt detit arabik. Ndërsa Pentagoni tha se grumbullimi ushtarak është thjesht mbrojtës, ai e pozicionon më mirë SBA-n nëse Trump vendos të bashkohet sulmeve izraelite ndaj Iranit. Megjithatë, mund të jetë gjithashtu një taktik për të shtruar presion mbi Iranin që të kapitullojë ose të bëjë lëshime. Rusia mohon që Irani të ketë kërkuar ndihmë ushtarake. Deklarata vjen nga presidenti rus Vladimir Putin, cituar nga RIA Novosti në një takim në Shën Petersburg me disa nga agjencitë kryesore ndërkombëtare. Ndërkohë që për mundësinë e vrasjes së liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, Putin deklaroi se as nuk mund të diskutojë mundësinë e vrasjes së tij nga Izraeli. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.